Një nga fshatrat më të mëdha të njësisë administrative maqellar në Bashkinë Tibër, fshati Vojnik, është pa ujë të pishëm aktualisht. Megjithse në këtë fshat më shumë se 20 vite më parë është ndërtuar një rrjet ujësjellsi. Banorët deklarojnë se nuk kanë patur kur ujë të pishëm në banesat e tyre. Sipas banorëve, edhe në fillim kur është ndërtuar ujësjellsi, uji që erdhi në të ka qenë i papishëm. Kjo ka bërë që banorët e këtij fshati të mos kenë asnjëherë ujë për të pirë nga rrjeti i ujësjellsit. Banorët deklarojnë gjithashtu se në të gjithë këto vite ju është premtuar vazhdimisht vënia në funksion e ujësjellsit, por kjo nuk ka ndodhur, ndaj të detyruar të konsumojnë ujë të pishëm nga puset e pakontrolluara. Tani njerëzit s'ka pas ujë Vojnika. Për ditë ka pas ujë kërkoni. Që nuk ka drejt tresh popullin. Se me popullin të kenë gjithë merat e të këshijat. Sot një fjallë vjenë, ka popull janë kam. Arti shëqë, musha që ka pusë, e ka morë në qërnet. Për puset? Po. Ujposi. I pa kontrollu? I pa kontrollu. Janë morë pa të ujë s'ka. Vetë premtime bëshë? Ne jemi në britje. Dhe qeveria, në traje, ku ka najtë. Me 5 herë kanë ardhur qeshpat ujësjellsi prej përmajota, prej procesi, me nonca i ri jamun. Plus herët me qipa ceramike, me lëllëj, sendesh, akoma pa ujë. Edhe bëleja të po e në posetat hapun, me lamarin, nuk raje posetat me lamarin. Plus pa ujë, të mbilën e bere posetat, i vësime, për të morë pare, për të pasuru. Për që ne populli, një Vojnika një ton jetën. Sa vjeç jam unë, gjithmonë Vojnika për ujë të pishëm. Le provat ditje mos s'bëhet fjalë. Kam dëgju ka janë para një 2 ditë këtu në për të shtri nalt kryesorja, po që ujë s'ka. Kjo investimi i para 20 vjetëve. Kjo është ujësjellsi vjetër. Ka 20 vjetë. Ujësjellsi vjetër, du një fond 6 miliard lekësh. Adje, komuna të re kishin një si administrative. Ujti nuk ishte i pishëm, ujë gips, një me korrente me drejtë me rreshtë. Nga ana tjetër, banorët deklarojnë se posetat e rrjetit të ujit të pishëm janë të hapura dhe janë bërë rrezik për banorët, sidomos fëmijët. Banorët kërkojnë marrjen e masave dhe vënien në funksion të ujësjellsit të tyre. Këtu ka vetëm parë, ka vendosur një robinet, ka dhënë parët. Edhe një reduksion. S'ka dhënë kur gjën fare këtu, po këtu investim s'ka bë fare. Ngëllë poseta. Linjat kanë qenë linjat. Për ditën, me nuk e pas vëmendjen. E me dal natën, kush ka vall? Edhe futëm, le një fëmijë, me qenë i madh the shtyllën kujzore, me qenë i vogël, futet mbrenda atë nuk e din se ku. Ashtu si shumë fshatra të tjerë, dhe Vojniku është poshtë maleve me burime ujore, por pa ujë të pishëm.